Me mbylljen e vitit 2025, Shqipëria ka pritur mbi 12 milion vizitorë të huaj, duke thyer rekordin e një viti më parë dhe duke shënuar një tjetër rritje të fortë të sektorit të turizmit. Shifrat i bëri të ditura Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, i cili e cilësoi këtë shifër, një rezultat që konfirmon konsolidimin e Shqipërisë si një destinacion turistik gjithvjetor. Interesi i vizitorëve nuk kufizohet më vetëm në sezonin veror, por shtrihet gjatë të gjithë vitit, citon ministri, fal ofertave të larmishme në turizmin kulturor, natyror, kulinar, sportiv dhe argëtues. Shqipëria është shndruar në një destinacion me atraksione për çdo stin. Në jug, plazhet me ujë të pastër dhe brigje shkëmbore vazhdojnë të tërheqin numrin më të madh të turistëve, ndërsa në veri destinacione si Thethi dhe Valbona preferohen gjithnjë më shumë nga vizitor vendas dhe të huaj. Po ashtu, qytetet historike dhe qendrat kulturore si Gjirokastra, Berati, Butrinti, Kruja, Tirana dhe Shkodra mbeten ndër destinacionet më të kërkuara gjatë vitit. Gjatë vitit 2025, muzet dhe parqet kombëtare kanë regjistruar qindra mijëra vizitorë, duke dëshmuar rritjen e interesit për turizmin kulturor dhe natyror.